Ka përfunduar operacioni i kërkimit për 5 turistë italianë që humbën jetën gjatë një ekspeditje zhytjeje në një shpellë nënojore në Maldive, një nga tragjeditë më të rënda të këtij lloji në vitet e fundit. Autoritetet konfirmuan se trupat e pajetë të Giorgia Somakal dhe Muriel Odinino u gjetën brenda të ashtu quajturës shpella e pashkaqenëve nga një ekip i specializuar zhytësish finlandez që morën pjesë në operacionin. Një ditë më herët ishin gjetur dhe trupat e Monica Montefalcone, nëna e Giorgia, si dhe Federico Gualtieri, ndërsa instruktori i zhytjes Gianluca Benedetti ishte viktima e parë që u lokalizua nga ekipet e kërkimit javën e kaluar. Operacioni u zhvillua në kushte tepër të vështira me zhytësit që punuan në thellësi të konsiderueshme afro 200 metra nën sipërfaqen e ujit. Për nxjerrjen e trupave u angazhua zhytës elite nga Finlanda të njohur për pjesëmarrje në disa prej misioneve më të rrezikshme nënujore në botë. Sipas autoriteteve italiane, trupat që do të transportohen në Itali, ku prokurorët pritet të urdhërojnë autopsi për të gjithë viktimat me qëllim zbardhje në plot të shkaqeve të vdekjes. Një nga teoritë kryesore që po hetohet lidhet me një fenomen të njohur si efekti Venturi, ku rrymat shumë të forta të ujit krijojnë ulje presioni dhe një lloj vakumi brenda hapësirave të ngushta nënujore. Hetuesi dyshojnë se grupi i zhytësve mund të jetë tërhequr thellë në kompleksin e shpellës dhe më pas të kenë mbetur pa oksigjen gjatë përpjekjeve për të dalë në sipërfaqe. Autoritetet theksojnë se të gjitha viktimat ishin zhytës me përvojë të konsiderueshme dhe të trajnuar për ekspedita të vështira nënujore. Ndërkohë, familjarët e viktimave kanë reaguar me dhimbje për tragjedinë e Carlos Somakal. Bashorti i Monica Montefalcones dhe babai i Giorgias deklaroi se gruaja e tij është ndër zhytëset më të mira në botë dhe se ajo nuk do ta vinte kurrë në rrezik jetën e vajzës së saj.